kallëzuesit një herë. Unë ja thash që kur erdha që fakti që në bankën e të akuzuarve ka persona të cilët këto 35 vite kanë qeverisur vendin, ka qenë president Republikës dhe akuzohen për korrupsion, fshehet pasurisë, është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët. Unë uroj që procesi të jetë i drejtë dhe përgjegjësia penale të shkojë te gjithkush nga personat të cilët i kanë këto përgjegjësi. Kujtoj këtu që unë nuk jam nga ata persona që kam bërë një kallëzim penal me emër tjetër. Kam vënë emrin tim në fund të atij kallëzimi dhe i kam qëndruar për gjatë gjithë deklarimeve të mia atij kallëzimi penal bërë në nëntor të vitit 2020, sot jemi pas 6 vitesh. Ka një shprehje të bukur, drejtësia vonon por nuk harron, dhe e vërteta është që privatizimi i kompleksit sportiv Partizani, fusha sportive Godina, të cilat sot mund të ishin në dobi të djemve dhe vajzave të rinjve të Tiranës për aktivitete sportive, sot janë 17 kulla të cilat kanë prodhuar pasuri. Tjetra që duhet të them sot është që uroj e shpresoj shumë që në ditën vijim, muajt kurdo që të jem këtu dhe për një kallëzim tjetër, që është kallëzimi për 21 janarin.